Në shumë shtëpi shqiptare, mëngjesi nis me një ritual të thjesht, një lugë vaj ulliri esëll. A ka ndonjë përfitim vaj ullirit esëll, apo është thjesht një praktik e trashëguar nga gjyshrit tanë përse ata e kanë konsumuar apo jo? Cilat janë benefitet dhe cilat janë, le themi, ato këshillat të cilat duhet marrim tani me Altin Jokën, nëse ka apo jo benefitet, nëse kjo formë, ky ritual është përfituese për shëndetin. Pastaj ekziston dhe një trend tjetër Altin në internet, kombinimi i vajit të ullirit me limon, shkrinte gurët në tëmbë, apo sillte përfitime për mëlçim, për tretjen, për tonifikimin e lëkurës, tonifikimin e mëlçisë e të tjera e të tjera. Ta nisim me këtë praktikën e lashtë. E ke dëgjuar? E nis vetë ditën me një lugë vaj ulliri esëll? Shumë ra. Unë varet si pas ditëve unë i ndryshoj gjërat asnjëherë nuk jam standard. Njerëzit janë përgjithsisht shumë standard edhe janë të lidhur nga populariteti që shpesh ecën më shpejt sesa ajo që mund të themi për ndërtimin e fiziologjisë dhe biologjisë trupit tonë. Pra ecën më shpejt populariteti. Unë e filloj ndryshe gjithmonë. Një herë e filloj me mjaltë në ujë për zier, një herë për shembull sot e kam filluar, jo këto ditë kanë filluar me kefir, për shembull që e konsumoj. Është kefir dhije ky në këtë rast. Një herë tjetër filloj me ujë, një ditë tjetër filloj vetëm me kafe, një ditë ha mëngjes, një ditë jo. Pra unë filloj një herë trupin tim dhe shikoj se si është. Kur dëgjoj njerëzit që kanë për shembull thonë, unë kam 10 vite, filloj gjithmonë standard. Edhe ishte standard mëngjes, drek, darkë, bën të njëjtën rutinë si robot, por trupi jonë nuk funksionon ashtu. Tani, ideja se një lugë vaj ulliri faktikisht është jo se në ide dhe është diçka shumë pozitive për trupin. Por kjo vjen nga koncepti që njerëzit duan zgjidhje shumë të shpejta, shumë të thjeshta, pa kuptuar proceset të ndërlikuara që ka trupi jonë. Mëlçia jonë në këtë rast nuk është si një lloj tapeti që shkundet. Nuk është as një tub lavamani që ne hedhim diçka dhe pastrohet. Nuk është as një, mund të themi, një enë që janë depozituar pa pasërti, marrim një sfungjër dhe e pastrojmë. Patjetër që kjo mund të jetë një ritual mëngjesi i shëndetshëm, nuk po themi këtë gjë, por duhet kuptojmë. Trupi ynë ose mëlçia, që duke qenë dhe truri i tretë, është një super laborator biologjik funksional që është i lidhur me pjesën ndërmuese të gjithë shëndetit tonë dhe të jetëgjatësisë sonë. Ajo punon me enzima, me rrugë metabolike, me transformime kimike, me filtrim, me neutralizim, me paketim, me eliminim, me reaksione jashtëzakonisht komplekse që ende nuk janë zbuluar 24 orë në ditë. Pra është një fabrikë moderne me mijëra procese që ndodhin brenda. Dhe nuk ka produkt që ekziston. Ne gjithmonë se unë e shoh edhe në pyetjet që bën njerëzit dhe në përgjithësi nuk i përgjigjen fare, më jep diçka për këtë lloj problemi shëndetësor. Më jep të problem për këtë shqetësim që kam. Ne kujtojmë se është një çelës magjik që hap çdo lloj dryni. Trupi jonë nuk është një dryn. Pra nuk është një dryn që mund ta hapësh me të çelësin. Po, vaji ullirit në këtë rast mund të ndihmojë. Realisht e ndihmon mëlçin. Jo sepse e pastron, mos e ngatrojmë këtë gjë, por sepse përmirëson sistemin dhe mënyrën e vazhdueshme se si e fuqizon mëlçin. Pra, të gjithë me elementet shtesë që ai ka në trupin e tij. Vaji ullirit ka vlera të mëdha, ne e dimë shumë mirë. Ka yndyrna të dobishme, ka përbërës bioaktiv, mund të ndihmojë tretjen, mund të kontribuojë në një profil më të mirë ushqimor. Vetëm në një pikë vaji ulliri ka më shumë se 30 përbërës që na mbrojnë ne nga sëmundjet kardiovaskulare, nga plakja, nga problemet e zemrës. Ka të bëjë cilësia e vajit të ullirit për këto që sapo thatë? Patjetër më tani, ne e dimë shumë mirë që duhet temperatura, duhet vaji ulliri në presim ftohtë që mos kalojë temperaturën 37-35 gradë, përgjithësi po flasim. Edhe lloji ullirit që është zgjedhur, pra ka shumë element. Po të flasim për të që mos heq konceptin se do kam për të haruar. Pastaj po desha flasim edhe për procesin e vajit. Po vazhdo. Pra, të kjo pikat e vajit ullirit ne ndalon inflamacionin, problemet që kemi me trurin, sëmundjet e mushkërive, sëmundjet e zorës, lëkurës, të flokës, sepse midis tjerave, te vaji ullirit gjendet një lëndë që quhet hidroksityrolsol. Pse? Është një element që parandalon jo vetëm kancerat, po pengon dhe humbjen e masës muskulore dhe është një anti-alergjik. Është kundër sëmundjeve të kockave, duke i mbajtur kockat të shëndetshme. Pra, hidroksityroli është një nga elementet kryesor të vajit ullirit, por nuk ka vetëm kaq. Sepse te kjo vaji ullirit ka bakër, ka hekur, ka vitamine, ka acid oleik, të cilin ne e dimë shumë mirë, acidi oleik ul presionin e gjakut, shërben shumë mirë për kolesterolin, ruan shëndetin e mëlçisë dhe të zemrës, patjetër, sepse ka dhe vitaminat A, E, D, B3, B4, B6,
ka fosfor, kalcium, kalium. Pra vaj ullirit është një lëndë e jashtëzakonshme, një ilaç bimor, por nuk mund të themi detoksifikon apo pastron. Nuk ka element që pra mund ta përdorim, gjithsesi, nuk ka ndonjë problem, ndonjë efekt të dëmshëm. Patjetër më është nga vajrat më shëndetshëm në botë, si nuk mos përdoret. Nuk po themi këtë, por unë po them që nuk bën atë magjin që themi. Ka kaluar miti, thotë ai unë pi vaj ulliri sepse më kanë thënë po të pi vaj ulliri mëngjes, unë jam mirë me mëlçin, do më pastrohet mëlçia, kam ciroz ose kam një problem hepatik apo kam një problem steatoze, pra dhe jam i mëlçi, ai kujton se vetëm me vajin e ullirit dhe me 2 elementë të tjerë, me një çaj lule radhiqe apo çfarë është, ai kujton se rregullohet kjo gjë, por nuk funksionon trupi jon kështu, nuk është kaq i thjesht trupi jon. Zoti ka krijuar në mënyrën, ne po themi në mënyrë më perfekte, që nëse kemi zbuluar ende, si mundet të veprojë kaq shpejt një gjë? Nuk ka asnjë element të veçantë në botë sot për sot, as do ketë që të ndrymojë menjëherë një problematik. Çfarëdo që ti thaj, nuk ka nuk ka çelës për një drym, se nuk është trupi jon i formuar kështu. Ndërsa ajo që ti thua kombinimi me vajin e ullirit për tëmthin, duhet të kuptojmë. Ndonjëherë ndihmon, po kur themi që ai pastron, kur thot ai duhet ta konsumosh sasi të lartë, dikush se kam dëgjuar që të heqë gurët në tëmbë. Faktikisht kjo është diçka qesharake, kthehet më njëherë qesharake. Gurët në tëmbë nuk janë thjesht copza dhjami, apo mund të themi yndyrë, apo copa gjalpi po themi, që aciditeti i limonit ka për të shkri. Nuk ka asnjë lloj forme dylli po themi, që nxehtësia, temperatura lartë që i thot dikush vi tek rreth tëmbëtit, vi temperaturë të lartë që të shkrihen. Pra, ca ide që janë çik të çuditshme. Ato janë disa struktura që shpesh janë shumë të forta, janë të formuara përgjithsisht nga kolesteroli i lartë që ne kemi, po kemi dhe një disbalancim midis disa elektroliteve, siç është natriumi, kaliumi, kalciumi, kemi sasi të lartë të nivelit të sheqerit, apo pigmentimeve të ndryshme që ndodhin në trup dhe nuk mund të zhduken dot vetëm me recetë. Ka vërtet receta, ka vërtet protokolle naturopatike për eliminimin e gurëve në tëmbë. Por nuk është thjesht vaj ullirit me limon. Po, mund të ndihmoj sepse ndihmon pilën. Pra, faktikisht ndihmon të gjithë rrugën biliare, edhe kombinimi i vajit të ullirit me limonin, aktivizon disa procese fiziologjike të mira, por nuk është se mund të heqë gurët si mendojmë ne që duke konsumuar e kjo ishin. Duhen shumë elemente të tjera, pra duhet një protokoll, duhet një dietë e posaçme dhe një protokoll bimor me disa faza, me disa hapa për të ndodhur. Pra, për këtë... Po gjithsesi, për ata që konsumojnë jo esëll vajin e ullirit, qoftë të kombinuar me limon në vakte të tjera, ka të njëjtat përfitime apo esëll janë përfitimet maksimale? Përdorimi i përditshëm i vajit të ullirit është nga gjërat më të shëndetshme që mund të kemi. Duke u shtuar dhe limonin, patjetër që ne i bëjmë një efekt më të mirë sepse niveli vitaminës C që merr edhe mëlçia, që i duhet patjetër sepse mëlçia kërkon shumë nivel të lartë të vitaminës C, por edhe acidet yndyrore të cilat i jep vaji i ullirit, patjetër që i duhen. Por kombinimi ndoshta më i mirë mund të përdoret mëngjes, nuk ka asnjë gjë të keqe. Mund të përdoret, por duhet shikuar. Por ata që përdorin për një kohë të gjatë Altin, për vite të tëra me radhë, kanë ndonjë efekt anësor ose do probleme të tilla? Vetëm nëse mund të kenë probleme me refluksin gastrit, që kjo është e dëmshme, apo mund të ketë problem pra me gastritin dhe me refluksin. Kjo është apo me një tretje të ndjeshme, që fillojnë të sillen disa problematika. Vetëm kaq mund të ketë, domthonë gjëra më e rëndë që mund të ndodhin këtë drejtim. Tjetër gjë nuk ka çfarë ndodhi dhe shtimi i nivelit të lartë të kalorive. Gjithmonë pa e tepruar, se çdo gjë nuk tepruar. Kur flasim një lug, ne po flasim për një lug. Nëse do të më thoni një fixhan, pastaj ndushon. Po më e mira ndoshta, më e mira, konsumimi i saj është që të konsumohet me ushqimet. Sepse në të vërtetë përfitimet më të mira të trupi jon apo ushqimi vepron si një orkestër. Pra ne kemi një violin shumë të bukur që është vaji i ullirit dhe dëgohet mirë. Po kur ai futet në një orkestër të plot, atëherë tingujt vijnë më të këndshëm dhe ne dëgjojmë më mirë të muzikë. E njëjta gjë, kur vaji i ullirit kombinohet me një pjesë bazë kryesore të disa vitaminave që organizon një përthithje më të mirë në trup dhe trupi i merr në mënyrë të përgjithshme siç janë sallatat, siç janë proteinat edhe shtazore, por kryesisht gjithë e shile për të kombinuar, atëre kombinimi për shembull edhe me limonin shumë e mirë. Po me mjaltin Altin, je si nutricionist, kë do sugjeroje më shumë? Kombinimin e vajit të ullirit me mjalt apo me limon në mëngjes? Janë të ndryshme, për të marrë nivele më të larta të energjisë, të aspektit metabolik, për të rritur nivelin e sistemit imunitar, për të rregulluar disa probleme në anemi, apo të përthithjes disa mineraleve, mund të përdoret mjalti me vajin e ullirit dhe me fikun e thatë. Pra grihet fiku i thatë,
futet në mjalt dhe përzihet në vaj ulliri, ose mund të hidhet në të kundërtën, hidhet në vaj ulliri dhe përzihet me pak mjalt. Varet nga gjendja që është personi. Pra gjërat ndryshojnë, ndërsa vaj ulliri që përdoret esëll ose veç përdoret për tjetër gjë, ne po themi aspekt tjetër. Kjo përdoret për këtë, pra për aspekte metabolike, për forcimin e sistemit imunitar, për problemet e sistemit nervor, për rregullimin e metabolizmit, për rregullimin e disa probleme me hekurin që të përthithet më mirë, pra përdoret kjo me fik, me vaj ulliri dhe me këtë. Altin, duke qenë se jemi të bombarduar nga informacione në rrjetet sociale, ka shumë këshilla natyrale dhe publiku është konfuz. Do të thonë, këtë të besoj dhe cila është këshilla juaj, këtë duhet të besoj realisht dhe cili duhet jetë, themi, zgjidhja e tij e duhur për shëndetin, sepse del një këshill sot, tak e praktikojmë, del dikush tjetër ose dalin informacione të erpasershme. Fillimisht do t'ju rekomandoj që gjithë këtë periudhë që është vap dhe ka arritur temperatura, do t'ju rekomandoja një gotë kefir që ta konsumoni në mëngjes. Sidomos në darkë për një gjumë më të mirë. Është një studim që ndoshta do kemi në një emision tjetër, një studim që është bërë para ca kohësh, konsumimi 2 gotave kefir në darkë është aq pozitiv për fjetjen e gjumit dhe qetësisë, edhe po ashtu për të nesmen, për jashtëqitjen, për energjinë që merr, për punën që punon trupi. Pra është një temë tjetër, po unë do t'i rekomandoja në gjithë të kohë konsumimin e një gote kefir që ta pini në mëngjes. Unë për shembull në mëngjes gjithë të kohë po pi vetëm një gotë kefir dhe asgjë tjetër. Edhe kafen që e kam të përhershme një kafe, se një kafe në ditë pi. Tani këtë pyetje që bëre, kjo është një pyetje aq e madhe, ose mund të jetë pyetje një histori të gjatë. Po mund të jeni përgjigje në shkurt, pra çfarë kujdesi duhet të kemi? Problemi nuk është informacioni. Problemi dhe shqetësimet nuk vijnë vetëm nga sëmundjet dhe simptomat. Më shumë vijnë nga disinformacioni i cili është më i madh. Disinformacioni është baza kryesore të cilën tonë dhe madje bëhet edhe shumë bindës, sidomos me fjalët natyrale, keni kujdes këtu, edhe shpesh njerëzit e marrin shabllon. Jo natyrale, po magjike. Ky është kombinimi magjik për të sëmundje. Ky është. Por së pari ne duhet të dyshojmë ndaj gjithçkaje që premtojnë diçka shumë të shpejtë. Nuk ka asnjë gjë që mund t'japi zgjidhje shpejt. E dyta, trupi i njeriu të thash nuk është një brav. Ai është një univers procesesh që kush u premton me njëherë gjëra të shpejta dhe të pandërlikuara, apo dhe të ndërlikuara, po të shpejta, zakonisht ose po shet një lloj shpresë të thjeshtësuar, ose nuk ka dije, ose po e bën për historitë fitimit, përfitimit, lajkeve, lekëve apo tjetër. Së dyti, duhet të pyesim gjithmonë, a ka një logjik biologjike te kjo këshill që jepet? Pra a ka një? Dhe personi që e jep, apo jep argumenta, apo bën një video 30 sekondëshe. Asnjë person që bën një video 20-30 sekondëshe nuk jep informacion plot. Sepse nuk mund ta japësh në 30 sekonda. Është thjesht për të marrë like, sa ashtu ajo sistemi që ka Facebooku apo YouTube-i. Video duhet të jenë të gjata. Personi duhet të shikojë që kjo këshill nga se vjen. A është vërtet biologjikisht ndërtuar, a jep argumente personi, a duhet ta shikojmë përvojën që ka personi, sa përvojë ka në profesionin e tij, sa eksperiencë ka, sa ka marrë komente pozitive apo feedbacke nga të tjerët që kanë shkruar për të gjë. Pra sa i ndjek kur është në drejtimin pozitiv të fjalës, në drejtim. Nuk duhet t'i ngatrojmë pra historitë pastaj të njërës dhe tjetër se trupi është i ndryshëm. Nga ana tjetër duhet të shikojmë edhe disa histori personale. Duhet të njohim trupin tonë, se si funksionon. Pra duhet të shikojmë a kemi ne jemi njësoj si dikush tjetër apo jo, dhe a funksionon kjo tek ne apo jo. Nga ana tjetër duhet kuptojmë që jo çdo gjë që mund thuhet është natyrale, është magjike, mund të jetë mirë apo mund të shitet si mrekulli. Pra shpesh e vërteta në shkencën e ushqimit apo të nutricionit apo në shkencën përgjithësi nuk është e bujshme. Ajo nuk bëhet shpesh e reklamuar, por ka një gjë. Duhet të dim që ky person sa kualifikime ka, sa konseguent është në atë që thotë. Si e mbron dhe çfarë argumenta është i qarta jep apo jo deri në detaje, duke ta shpjeguar deri në detaje. Nga kjo ne marrim dhe një informacion, marrim dhe një argument, shikojmë edhe si vepron një gjë e tillë dhe pastaj ne krijojmë një konkluzion. Duke krijuar një konkluzion dhe së fundmi, nuk është shumë e rëndësishme që të ndjekim 15 persona me një kohë. Ne duhet të ndjekim 1, 2, maksimumi 3 persona në atë fushë. Se sa më shumë të ndjekim, aq më shumë rrëmuj bëhemi. Del dikush dhe tha, siç kam dëgjuar një video, po konsumohet gjithë e arës të kombinuar me 2-3 element, kanceri brenda 15 minuta, 15 ditëve fillon bie gjysmë për gjysmë. Dhe
konsumimi i malli i gjithëve të arës që filloi, unë kisha parë në komente, ishin afërsisht 270 a 90 komente se maj mend, komente që i thoni si ta marrim, pse nuk na i the sa arë do të përdorim, se unë kam këtë me tumor, pra filluan histori të tilla. Video bë virale, por njerëzit nuk do kenë përfitime, se ai nuk dha asnjë argument. Do të dënë argumentin, njerëzit do të gjejnë argumentin. Pse si vepron gjithë e arës? Çfarë është zbuluar te kjo gjithë e arës? Dhe si kombinohet? Dhe ku e kemi eksperiencën? Nga kush naturopat e kemi marrë? Kush është një formulë që është marrë më parë dhe ne kemi një eksperiencë në naturopati 100 vjeçare. Qartë, po këto janë të to janë në videot që ofrojnë rrjetet sociale, që janë të shkurtra, pastaj komunikimi me personat që japin këto informacione, le të bëhet në mënyrë tjetër ose në një hapësirë tjetër, në mënyrë private etj. Pra, unë kisha këshilla dhe kujdesi që duhet të kemi për t'i përzgjedhur. Të marrim kujdes te këta persona po them. Patjetër. Ne duhet të zgjedhim 2-3 persona që mendojmë që na bindin, që na japin rezultat dhe kur ne kemi testuar, kemi parë që kemi rezultat dhe na kanë bindur për atë që thuan, në gjuhën që thonë, në argumentet që thonë, në aspektin profesional dhe të dijeve që ka ky person. Në qoftë se nuk i ka këto dhe nuk nxjerr këto element, atëherë është kohë që ta ndjekim, as për bukurinë, as për estetikën, as për dëgjuar informacion, se më shumë do bëjmë aq shumë do përhapemi dhe pastaj nuk di se si do veprojmë dhe kujt i besojmë. Dhe pyetja thjesht është kujt i besojmë. Besojni mendjes suaj, instinktit tuaj. Jo thjesht ta keni mendje vetëm për të dëgjuar, por dhe të keni pak ndërgjegjësim dhe të thellojeni në atë që thuat dhe pastaj të mendoni dhe të nxjini një konkluzion. Dhe gjithmonë kur të merrni një diagnozë, duhet të shkoni minimalisht në 2 deri në 3 ekspert për ta shikuar të diagnozë. Të merrni 3 opinione të ndryshme, sepse ka raste që 3 opinionet mund të jenë ndryshme dhe pastaj të vendosni ju. Të vendosni ju, sepse shëndeti juaj. Siç vendosni për kputucët, të vendosni për shëndetin. Edhe jo të dëgjoni thjesht këto që thotë e di unë kështu dhe kaq. Jo, dëgjoni me 3 opinione dhe pastaj vendosni. Ky është opinioni. Faleminderit Altin për bisedën e sotme. Faleminderit e publikut që na kanë ndjekur në këtë të mërkursh. Jemi nesër në Reze Dielli me të tjerë të ftuar.